Presidenca franceze reagon për videon ku zonja e parë qëllon Macronin. Zyra e presidentit francez Emmanuel Macron ka reaguar për herë të parë pas incidentit të ndodhur në bordin e avionit presidencial ku zonja e parë Brigitte Macron u filmua duke shtyr dhe qelluar presidentin francez Emmanuel Macron. Presidenca franceze tentoi të minimizonte incidentin përmes një zyrtari të Elizej, i cili tha se ishte një moment të afrimiteti mes çiftit. Zyrtari mohoi se bëhet fjalë për një debat mes çiftit që janë të martuar që prej vitit 2007. Ishte një moment kur presidenti dhe bashkëshortja e tij po relaksoheshin për herë të fundit përpara nisjes së udhëtimit, duke qeshur së bashku, shpreh ai. Në videon që ka bërë xhiro në rrjeteve sociale, Brigitte Macron shfaqet duke shtyr presidentin përpara se ai të zbriste nga avioni presidencial të dielën në mbrëmje. Në video shihet Macron i cili bën një hap pas dhe kupton që dera e avionit ishte hapur. Në atë moment, ai me sportivitet përshëndet personat që e prisnin në aeroportin e Vietnamit. Vizita e Macron në Vietnam e para nga një president francez pas gati një dekade ka si synim rrjetin e ndikimit të Francës në këtë ish koloni. Vietnamit, me një ekonomi bazuar kryesisht në eksporte, i është dashur të bëjë lëshime ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në negociata tregtare për të shmangur tarifa deri në 46%. Megjithatë, Brukseli ka shprehur shqetësimin se përpjekjet e Vietnamit për të blerë më shumë mallra amerikane mund të dëmtojnë interesat europiane. Presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi të premten me vendosjen e tarifave 50% ndaj importeve nga Bashkimi Evropian, por e zbuti qëndrimin 2 ditë më vonë duke rikthyer afatin e 9 korrikut për negociatat e Washingtonit dhe Brukselit.